nga provat të cilat janë mbledh, shihen 2 persona të cilët kanë ikur nga vendi i ngjarjes, domethënë nga banesa ku edhe ka ndodhur rasti tragjik. Nga ajo që shihet deri më tani është që kanë ikur nga vendi i ngjarjes në këmbë. Nuk kemi të dhënat që kanë shfrytzuar në vol ndonjë vetur apo ndonjë mjet tjetër për ikjen nga vendi i ngjarjes. Ndërsa i përket pjesës së dytë të pyetjes apo pyetjes së dytë, Rështeri Muhameti ka njëjtë si një person goxha profesional, është njohur si një person goxha profesional dhe nuk kemi ndonjë indikacion, qoftë më të voglin indikacion, që ai gjatë punës së tij si zyrtar policor të ketë pas ndonjë problem, qoftë me procedurat që i ka zhvilluar si zyrtar policor në hetimin e çështjeve penale, apo që të ketë ndonjë problem personal, nëse mund ta quajmë, që do të na zbardhte neve motivin e vrasjes së tij. Për momentin jemi në këtë situatë që gjendjen e kemi akoma të pa definuar se cili ka qenë shkaku apo motivi i kryerjes së kësaj vepre penale. Për shkak të ndjeshmërisë së rastit, ju kisha lutur dhe ta kemi me kuptimin tuaj që ne nuk mund të hyjmë në detaje lidhur me ato të dhënat të cilat i kemi, e që ne konsiderojmë se do ta prishin vazhdon e hetimit.